Pra nëse pas një vepre ti nuk je maj mirë se ai që je konë para asaj vepre, është shenjë që nuk të është pranu ajo vepër. Por nëse ti ke ndryshu dhe je bo maj mirë dhe e ke rrit moralin tënd dhe e ke perfekcionu moralin tënd, ta din se kjo shenjë është shenjë për pranimit të veprës tënde që e ke bo për hir të Allahut Gjeleshanu. Pas një adhurimi, robi duhet të bëhet më i butë, duhet të bëhet më i durueshëm. Pejgamberi alayhis salam kështu ka qenë. Gjithmonë, nëse ti ke hyrë në namaz me mërzi, ke hyrë në namaz me mlef ndaj dikuna, me inat ndaj dikujna, dhe ke kry namazin dhe ke dal me çat inat, me çat mlef, ai namaz ndoshta nuk të është pranu. Por nëse ke dal i qetësuar, je qetësuar, ka qetësuar namazi, e ke hek mlefin, e ke hek urrëtitjen, e ke hek mërzin, atëherë dije se Allahu ta ka pranu atë namaz që e ke boti për hir të Allahut Gjeleshanu. Sepse Allahu ka thonë vërtet namazi të largon nga shturja dhe nga e keqja.